Mirë se vini të emisioni Burra dhe Gra, ne kena fillu debatin këto për para se jena në emision. Jemi në emision, po shkojmë live. Edhe kemi temën në nëzet, avash, se tani... Ajna të shku? Jo, të shku, po të jarë dhe sa fillum. E tash, kur po dhejzet emisioni, ju bashkë në fund të pedhezni, avash u lovë, mësi argjoni, lovet, temën son të kemi son dikon rrjetet sociale, son dikojnë njëtën tonë, në mardhonje tona, sidomos njëtën fekunduse, njëtën dashurore. Ashtë njëra për ty besa ndërruar. Edhe besë, për shamull, apo jetojmë më vlot izolum. Erdhan këtu, për shamull, i shë kamermonat, njënim ka për qafe, tjetër janë mobil telefon të shiku... Na këtu kamermona nuk kemi, se radio televizioni Dugagjini ka përparu dhe i ka robotat në vend të kamera. A robota po duken ty shta? Po robota? Edhe që ka ndodhë, njëni shko të këshyra ato vedo me dashni, edhe më tha vëlloj, a gjimilaj më falë, po para kësoj bukurie s'muj me të po ty, shkon të këshyrë bleona që rejtin. Tani, ndëgjëm, rrjetet sociale son dikuj njëtën tonë, në dashni, në lidhje, në mardhonje, më sti ma fellë. Ndikojnë shumë, po si ndikojnë. Më për para i kemi bërgjer tani, në Instagram është, shumë nuk i besojmë atyre qifteve që dalin të lumtur, me lule, ose që i bëjnë se realisht ata mbrapa asajt fotografie është komplet ndryshe. Mbrapa kara në filmit është ferra. Po, pa tjetër. Ska gjë unë. Ki ndër ato qiftet, për shumë, janë një dy femna shqiptare që janë super të njoftne, edhe s'po du me i folë, që janë të martuara, njëna ka fëmijë dhe tjetra nuk ka fëmijë. Kështu që nuk i postojnë burrat e tyre asë njëherë në rrjetet sociale, as kur kun heq. Dëgjëm vetëm pak. Kam frikë se ja marrin. Jo, dëgjëm tash. Tash është edhe mira nëse poston, edhe keqja. Njëtë ashtu është edhe nëse se poston. E një Samir të kam frikë se ja marrin. Jo, nashta e kam frikën që mos e ka burrin që e ka edhe dykush e njëjta si kur kjo. Ja futi ka... Nuk e kuptova, kjo nuk e nuk... Kjo nuk kuptova, asu s'kuptova Veç jam dërprejve, këtë vazhdo mendimin e kalujmë te je una. Për granë e mendimin tim. Absolut ju. Do më tonë aja nuk e poston se nashta mund të poston burin e njëjtë me dikon tjetër. Në burë të spoiletuarën. Njërë zemër se ka ardhë me në mbë dritë, lutem. Mendim banalisht. Besa folë me mu e mësion saj, po menot që po të gjona të meq me të po dhejse. Ka qishte. Bilesja, flasim dhe Mariolën. Mendoj që rrjetet sociale sot, aq sa prishin pun, aq dhe regulojnë. Sepse din shumë mirë që ta shesin veten në një mënyrë tjetër, dhe dikush ka qef që të duket ashtu, se futet në ato iluzione, më kupton? Por është dhe e keqe sepse është një realitet, jo realitet. Po, është deluzion. është po, fix. Milaj, ma të ashtu bisedu me muzi sa peshen. Po, është të rejtë. E di pse jo Maja, ka profilin shumë të bukur, prandaj se Je una, rrjetet sociale si ndikojnë të ti personalisht? Te unë personalisht rrjetet sociale nuk ndikojnë absolut, se unë dhe rrjetet sociale jemi dy bota të kundërta, edhe shumica më kanë thonë, pse nuk poston fotografi, po se ti artiste, ty të duhet, është një reklamim shumë e mirë. Do më thonë kjo ka të drejtë. Po, mënyra Me e mu të ke postuve që rrallë. mënyra të qenurit okej me vetën, edhe mënyra qysh unë jom rritë dikur, unë për vete më shumë e vlerësoj këtë anën e shnetshme që e kam par rrjetet sociale. Unë mos me qenë pjesë e muzikës, unë s'kisha pas edhe rrjetet sociale. Po, ajo është e lodhshme, ke të drejtë, por ama ty kjo gjë të shërben. Më shërben, Të po, shërben. a din diçka kur s'din me bo mirë, unë ata mos e bon heq. Nuk jam për rrjetet sociale. Ka bëjën e vështë një gjelozome da imi. Jo, nuk jam, nuk më përshet, nuk më po përshet. nuk ka rëndësi. A din që njerëz më të suksesshëm në botë thojnë që mos postimi në rrjetet sociale sot është elegancë. Elegancë është për profesione dy. Ka dalë. Unë pa dyshim që te ki pa tjetër me postu punën tonë në rrjetet sociale. Pa dyshim që edhe Ariola e ka pa tjetër, edhe unë edhe Ylli. Mirë, po sa ma e shnetshme është mos me marrë me rrjetet sociale, të pak të 24 orë. A ju ka ndodhë në njënit për juve? A ju ka ndodhë? Big Brother zemra 4 muaj, 2 javë që kam qenë pa telefon. Për fatë s'ke mujtë në Big Brother se je kone rrethume me një toksicitet. Dëgjë të themi gjo. Unë e kam qenë për para se mu fut në Big Brother, kam qenë asha addicted me telefonin, sepse nuk isha
ka qenë si një mburoj për me mos mi aplasu shoqëri streset e mia, hallet e mia dhe më thoshe no Ariol shumë po rrim telefon. Shumë. U futa, jetova po telefon, u jetoj ke shumë mirë, o zë çfarë detokse. O zë çfarë detokse, ka ndiku për mirë të une, sepse nështë mund të rri me telefon, po nuk jam më aq adepte. A ke vrejt Nisan, nëse ke njatë kongën është Nisan që na bashkan. është një vend ku... Jo, është Nisan që na bashkan. A ke vrejt që unë besoj, që jam i vetëmi moderator në Shqipëri e në Kosovë edhe në Australi që kur telefon studios përdori. A kupton? Pse nuk e mbaj telefonin ofër vetës? Zoti Milajim Zeka? Që të tregoj, sepse një budal, një gjon e gjallë, që vend që me ecë në 4 kom, për shamull, ecë në 2 kom, ta qënë gjatë emisionit ty një mesazh, ta shonë nanën, të fynë edhe qetë prej vetës. Unë e prejkem shumë prej lafeve. Unë nuk jam kjo kategori. Po sa i përket telefonit, për shembull të emocionet reale, unë jam krit tjetër botë kur në ora 8 e praktikoj që e fik telefonin edhe zakonisht komunikoj me vajzën e vogël. A kupton, ose me shoqni, se telefoni për mu, individualisht, po flas me shkatron edhe emocionet reale, edhe gjithçka. Unë telefonin e kam apo takohemi, apo ham drejt për punë të punës. Shumë pak veta mujnë me bo Milajm. Une në shumicën e rrethit tem, nuk e di çka është me shiu një 30 minutësh pa telefon. Bravo. Po tash dikush arsyetohet, e kam punë, e kam telefonin, kam më tirë qika, kam më tirë djali, keton rregull. Ajo që unë ju kisha dhënë një këshill, ato që unë e kom bo për vetën tem, të paktën notifikacionet me i bo off. Edhe te në momentin që e ki kohën e lirë, me hi edhe me i po. Po mirë të paktën me pas një fokus gjatë një bisedës. Shi që ndo se ta Mila tha dhe vjen një mesazh edhe t'i prish nerva. Publiku që më ndjek mu, ose komentusit negativ që më ndjekin mu, e kanë po që mu s'më bo pik për shtypja qëfar dhe që të thush. Fare. Jo se nuk kanë dikim, po themi, po jo me ma prish ditën, ju kthej, përgjigje ju kthej. Dhe e kanë po që te une nuk kanë dikim qëfar dhe që thonë për mu. Tani ju kanë fut fëmijëve. Se të boft fëmija, se erdi fëmija. Nuk ma prishin, dhe nuk ma prishin pëse më zgjoj një ndjenjë krenarie ashtë madhe kër më përmendin fëmijat. O, jora bi gjithmonë të zgjof. Faleminderit. Jo ma largë se mbrom, unë e kam në shok të shpirtit, po e kam edhe kushere, ajo familja Deliaj në Brinj që kanë bo masakra ndër ma bizare që kanë ndodhë gjatë luftës, ku i kanë prej me kuz dohonit antarët e bashkëfshatarët e mi, ma djeja kanë mush cuclën me gjak prej gjinit nanës, bebes dhe ja kanë lënë. E tash unë e kam një shok të shpirtit lullin. Na trishtove. Kështë të trishtim na trishtove. Ku ta kthesh tani? Ti me dulem tem, ti ku tash ku? Pret brësë në kolona me që dhe i mendi. Po, anë dësë nuk ka ndodhë këto sanë dhe duhet gjithmonë une me fëmit me flasë dhe për këtë gjona. Po, si shte tema. Po e kam unë një familjar të këtyre jetën në Londër, për me shkute mendimi i Jehunës, so po jemi të ndikum në telefon, aj dje na shku me dollëm i thash o kush, kur dollëm prej pishines, thash apo i krej flok, pak që ish habit në telefon, edhe ndërku tha o, aj s'ko flok hiç, a më vëtani, e ndodhë, do më thonë që nga njëherë jemi vërtet në tavullin, e humbim totalisht në rrjetet sociale, edhe më duket tavulina shumë e pa lezet që me bre pa bon një mohabet, një humor. Kjo po më shkak kena arrit në pikën tavolin kur është ullun. A i mbani me në gjyshet tona që e kanë pas një shpreje? Bëfsh me dorë e fëllsh me gishta. Bëjnë me dorë e flasin me gishta. Mos folë, mos e komentojnë. Po, kur ullem tavolin, rrën telefon, po kur është biseda në telefoni. Ama nuk është që së rrën telefon. Për gishtat e unë e patë, falimderit shumë, s'ta këm posë bërq, apo gëptan, po që të vetë minsan bre... Mos nga të s'mo me lajem, se edhe pse jam single nuk ta lejoj. Dhe gjëm, a ke po filmin Zogjet dhe vdesin duke kënduar me Richard Chamberlain? Ja, nuk e kam parë. Shikoje. Besa ma ka thonë një diçka dhe Jehuna, vetë me në gjomil që e këtë bukur janë flokët dhe gishtat.
Ashtë. Që zoti mi ka falë, durati kam prej. Po, si ishte me gishta të turë, ishte lidhet me gjyshën mu kjo. Sidomos kur flasë me njerë si kur te, manzin, jo zemrën, po dhe gjysmën e mushkinis. Kisha bon më shkumi apo pak botok zemrën? Edhe nga që vëtam. Që besa bon botoksën? Për një me to kur të i fermës nuk e kësha hjek. Edhe ka me bo një fermë në brinja tjenë katon, ka me që këmë për kujdesa. Nga me që pak, edhe e morim aton me nxezë mje, unën, edhe me Ariolen. Me që pullat i gjume. Edhe me këshyra kanë povolë së da jo. Ariola e mëngjesit është, nuk e ka problem. Jehon, so komunikon familje, për shumë, kur dilni me familje këtu, arrinë familjarë tjerë në rrjetet sociale? Me rrjetin tem në banes që jemi njerëz ma pak në botë që i përdorim telefonin. Sa mirë. Po, edhe unë e kone fundit e nali internetin, edhe thëmë kush ka nevoj për mu, edhe ka emergjens, ma din numrin e telefonit, të më tirë edhe une automatikisht. Me të thirë numër të regull. Unë nuk pajtojë, ma ata njerës që e mbyllin telefonin, sepse jo, nuk e ne sot nali nuk na telefonin, djetë. internetin. E sidomos, po ta një shumica me internet, nuk kanë më këshu me internet Zamër, kush komunikojnë. ka zër, ta bëni zile. Jo, kjo është E e din mirë për familja jam. njerëzit Jo, ata unë i din kom mësu, vlerën a i jo. kom mësu. Jo, sera me telefon. Po internet nuk ne din vlerë. Jo, se unë i kom mësu. Si që njërë që ka tim vlerën vjen që aty ku jeti, interesohet për ty, dhe me di që shje, jo vetëm në shkret. Jo, unë mendoj. Jo pro mendimit të në dojtë. Shumë bukur, shqyqyr që si e pro. E vetë një kërkes në familje teme kur ullna me Hunger Book është me hek telefonat të paktën momentin dhe ashtë shijojmë i heshim, po. Bëhet pak me dhunë është vesa ma e fiton me ko. Bëhet pak me dhunë, po është i vetë me moment ku na ham, diskutojmë, arktojmë, e themi një humor, pa telefona. O jeta sot ham bukje dhe telefoni këtu. Po, nuk jem kone shënane që i kom su fmit me lodra për para me hëngër, po tani e ka një moshtë saktume, une nuk muj me i drejtu hishe bëne... Paktën me respektu tavolinën, shumë në tavolin, në tavolin hishen telefona. Edhe si janë pajtimi që të mbyllë telefonat natën, sepse si djetë jetës, ke një urgjens, ke një gjë, Unë sare shobesën gjithmonë me atë sanë në dorë rrën, gjithmonë tak, me cilën sen do me ja, lejtë. ku i kam, ja, kush fakti, ku është, e raport që i pashtu mu se merë telefonin me vete, se mund me thyrë dikush në emision me thot talë zemrën edhe dekoncentran. Tjetër e ka dhe punë dhe kuptoj, ata që e kam punë. Amo dhe njerës të biznesit shumë sukses, shumë për shambull pronorin e Jyskut e të KFC-se, aksioner në Prishtina Malë Fatmir Zymeri, a i nuk ka rrjetet sociale. Bravo i qoftë. Po, vetëm telefonin në Australi më shku, a i veç telefonin pa internet, pa kur gja, ja kum bleun e një Nokia. Ato klasike që se fukaroj të ashtë, në më tërë ja kum nuk dhja me besu këta. Që në publikisht po full, në që se nuk ka e vërtet, letë më demanton Fatmiri, kena me thyrë musafir në edet, e një Fatmiri. E përshëndesim. Nokia e ka telefonin, po ashtë shumë a i qetë. Beso që unë kure fiki telefonin... Pa i ka probleme madhore dhe të shkojnë dhe të telefonit, lutem. A i kish pas shef më marë me rrjetet sociale, ta garantoj, nuk e njofim personalisht. Besoni unë po foli, kure mbyll telefonin, nështë ta gabim që po thot besa, a më fort më pushon trunë. Dakord, po jetës nuk i djetë. E tani, bes, dhe gja, a di pse unë edhe jehuna e fikim telefonin? Po flasë shumë seriosisht. Unë nuk e fikim, vetëm internetin. Mirë, dhe gjam, regull tonëve t'ju thamë krejt, ku na dëgjojnë shqiptarët jashtë e mrena, nuk thirret njeriu në telefon mas orës 6 në mbrëmje, në qoftë se nuk e ke shumë shok e shumë shoqe. Nuk thirret njeriu para orës 9 të mëngjesit. Kur gjosë është kjo? Eda, më dëgjo pak, lutem, të kërkoj ndjes, se unë edhe në trazenor një mdi. E shef. Në falë se është ma boni pyetje publiku, sepse Milaimi nuk ma boni pyetje në përdorin telefonin a jo, dhe erdi publiku që ma boni pyetjen. Unë nuk është që përdori telefonin shumë, e përdorim pun, e përdorim familje, po pun nuk e përdori, se Milaimi zdi që ka me mos ma boni këtë pyetje. O, dakord, po problemi është që nuk thirret njeri orare pa orara, e dakord? Jam shumë dakord që... Ama për 6 nuk është orar adekuat. Unë me nëjpi 10 për 5 është orar adekuat, kurse 6
prej orës 8 të darkës, në qofë se nuk është i ngusht, apo nuk ke ndonjë... Telefoni të të bukë të e pasja. Telefoni është pa kameramoni, mund me abu sajlen, abu të nuk ja, po kur s'ka, nuk le ylli, pa ma ndërprej, prandaj edhe nuk përfundoj në rrjetet sociale. Ja, s'kas me lajme. Kur kalë Mirlinda në hea, diçka lë kamerën nga mësojna. Tash telefonin, çfarë logjike ka? Telefonin nuk shko me bo silent, çka me bon, e avu tan. Ajo lash fjala për ty e dashur, ja, nuk flas më. E para unë flas del me lajme portret del ylli, e kam me regjin tash të shku nerva dhe regjis. Besa mi posa ta me atë dhone kur folit ta qesin ty ftyrën mos unë skam. Nuk ka problem. Ka shumë problem, po vazhdo. Ku e lame, ku na mbeti Vajvatani, mirë Mileti. Hevi që edhe një e fundit, se dia ju penduan edhe juve, ti nuk e din a ke dojnë prej tushit, a jenë dhomë gjumit, a jenë dhomë ka dal. Vesh kur e shet ka tirë dikush edhe ti pa dashë, ta ka shuftyrën kamerë. Ja, pa dashë, jo, se kishti me dashë, është kur e shenë aty me kamerë. Ja, une nuk e daloj akoma. Seriozisht se daloj akoma. Ke para brizi jëtë që bojna gjumina të minjerë. Je una e ka shumë drejtë. Atë ka ndodhë me lejme dhe ty që tirin me kamerë, ti zdena s'kujia me kamerë. Mund është mjanal me tir me Qesin kamera 4 veta aty për mas. Mos mund është mjanal, ti jaj që vendos me qela mos me qela. Me kutullaka i po tirë kamerë ti me familje, mos vaj gore, li. Hajde, je Tojnë këta që në halaje me lajkën këtë pjesë. A mundesh më ngrej me ardhë në mes që të edhe me mbyllë emisionin për sot? Më ngrej, nuk muja, ma në mes kam ardhë me ju në bashkë. Takohemi javën tjetër, mbyllë bashkë me Ariolen dhe me Besën. Kaq për sonte shihemi javën tjetër. Nuk kemi nevojë të flasëm asë gjë, pa mja flet vetë. Burra dhe gra, ora 20:00 në radio, televizionin Dugazini. Faleminderit shumë të gjithve, Zoti ju rujt juve, regjin, kameramanat edhe gjithë. Faleminderit, natën e mirë. Na përcjellën gjatë gjithë kohës, përshëndesje. Natën e mirë.